zonën e prodhimeve të vona. Po, nuk ka filluar akoma. Nuk ka filluar akoma prodhimi fushës. Nga Fieri, ky Fieri do vetë të çojnë Korçë. Korça, Librashti, Dibra janë prodhimi vonë. Më vjen keq, ti ke një infrastrukturë këtu. Po lemo çaj infrastrukturë apo flet si agronom, apo flet si astronom. Ora miqet, po të pyes tani Vasfi Sherifi do të përgënjeshtroj këtë. O zotri, po flet si agronom apo flet si astronom? Jo, po flas si agronomun. Në bazë të koncepteve agronomike, Korça i sjell produktet e vona, produktet i gushtë në shtator. Jemi qershor. Jo, pra, pardje kam qenë në Korçë, me miqtë e mi të nderuar si të majt, si të djathtë. Dhe po them, ata bashkëpunojnë edhe me Fierin, edhe me Lushnjën, Ka ngërë mishinjë, rakit. Jo, absolutisht jo. S'më intereson Sa fare. për dieni nuk para pi, sepse jam na S'më intereson fare. Korça nxjerr produktet e vona, gushtator. Po si s'ka rëndësi, ti the Korça po konsumon produktet e veta. Fasulën i tash, sepse ai Po edhe fasulja. është vërtet. Po edhe fasulja. Fasulja del ngusht. Si? Fasulja del ngusht. Ore, dhe vjeçme që është, atë nuk është me 7.000 lekë. S'është me 7.000 lekë. 500. Po di ashuar. Ja, po tregoj, më linje të tregoj një gjë që si prondita. Po në Shqipëri mungon si gjeni furnizimit. Po, nga ferma deri në tavolinë. Nuk janë ata që duhet jenë, për punuesit, për mulluesit. Ore, jeni ke rjetë trektarësh e vla. E marin trektarët e shumë zënë me 10. Irakët e këti, jo vetëm në Shqipëri. E marin trektarët e shumë zënë me 10. Balkanin. Sot ne kemi dhe presion në vetën balkanike. Para i jave, unë i kam bërë presion ministrit, sepse na blokoj në doganën e qafthanës për pra. Por ama, ti s'ke drejtë si e në marrëveshjen e qetë, nuk ke drejtë të blokosh. Me atë cilësit cop-cop edhe jashtë standardeve do të konkurosh në Evropën dhe? Jo tani, në supermarketet e Vjenës, supermarketet gjermane shitet prodhim shqiptar. Po në supermarketet kroate. Fluturon edhe i mis nga Librashti dhe vjen Tiranë. Sa mish importojmë. Ke blektoria nuk po ndërhyj. Ke blektoria nuk po ndërhyj. Atëherë, gjithë linja e sallamerive, industria për punimit qumshit është kthyer në një lloj fasonerie, përfshirë edhe atë pjesën e fasulës si tha zonja. Që viri Fuxho paketohet dhe sot sallamerit nuk punojnë me mish vendi. Po nuk ka mish vendi për të punuar, kurse përballon dot. Ne vetëm zë të mishi që mund t'i afrohemi është brojleri sot, që realisht kemi disa komplekset mira, për të marrë shembull, po dhe aty prap kofshat e ngrira, mishi ngrirë, karkasa pa fund. Pra, ne vërtet kemi pas në 15 vitet e fundit një rritje të produkteve të serës, por kemi pas hemoragji shumë të madhe të kafshëve blegdorale. Kemi një humbje të madhe të blegdorisë, çka do të thotë, ato 5 milion euro që ne i eksportojmë, i kompensojmë duke blerë mish në Argjentinë dhe Brazil. Skema kombëtare për blegdorisë ndryshoi. Se ndryshoi skema kombëtare. Skema kombëtare për ndryshoi se dua ta dim. Skema kombëtare për blegdorisë. 20.000 lekë për lop më shumë. I dhan për lop, i dhan për blet, i dhan për Pak edhe